Diçka tjetër që më ka ra shumë shpesh në sy është se shumë prindër, ndoshta nga dëshira e madhe për mi ndihmu fëmijët, insistojnë për shkrimin e antibiotikëve, ndoshta për çdo ethje ose kollitje. Po që e dim, jo çdo infekcion është bakterial dhe jo çdo antibiotik shpëton gjithçka. Sa është problemi dhe çfarë pasoja mundet me sjell kjo? Antibiotik kanë pas një rol shumë të madh. Antibiotik kanë pas një rol shumë të madh në përmirësimin e cilësisë tonë të jetës. Domthon prej 1928-s të shekullit të kaluar kur Alexander Fleming ka shpik mas para penicilinën e famshme. Kjo epoka ose tash po bëhet shekulli i antibiotikëve ka ndikuar në një revolucion shumë të madh në përmirësimin e jetës të njerëzve. Pse? Pse ka arritur më shëru smundje dhe infeksione që kanë qenë fatale, vdekje prurse për masa. Do më kam mjaftuar një infekcion e thjesht para epokës të antibiotikëve, një çpumje e thjesht në lëkurë që më kriju një infekcion për asaj një infekcion më i madh në sepse do më vdek njëri, ose një infekcion i mushkërive i thjesht, një pneumoni që tash mjekut me një kur, me një antibiotik për një periudhë 7 ditore ose 10 ditore me ka vdekje për antibiotik. Na do të më falenderu antibiotikëve edhe epokës tyre, edhe mundësisë që kanë, edhe asaj që ata kanë bën një revolucion në jetën tonë kolektive. Po, kur jemi te fëmia, jo gjithherë është e nevojshme antibiotiku. Edhe aq ma i parësyeshëm mos insistimi prindve. Jo vetëm te raste të antibiotikëve, po insistimi prindve për me çu indicet e mjeku, për një përshkrim qoftë një antibiotiku, një injeksioni për temperaturën, një infuzioni, është një farë presioni të mjeku që ai nuk është se ban atë punë, po që me hup atë intuitin dhe konceptin e vetë mjeku për trajtimin e asaj gjendje. Dhe mos sa ma pak jo në kuptimin e mos bashkëpunimit, gjithsesi bisedimit, të mirë kuptimit, të shtjellimit me mjekun, çdo opinioni dhe mendimi i prindit, por jo me insistu shumë për marrjen e antibiotikëve. Tjetra, shumica e infeksioneve në moshën fëminore janë virale. Diku 70-80% janë infeksione virale, që kalojnë pa nevojë për antibiotik, plus virusi fatkeqësisht nuk u ndeshën antibiotik. Domethënë të një gjendje virale që mund me emitu komplet një gjendje bakteriale, me pas temperaturë, me pas dhimbje kokës, me pas kuqe të fytit, me pas plagështi. Po nëse është virale, ti jap një antibiotik për një javë. Mas një javë kalon edhe virusi. Ti mund ja atribuan rezultatin antibiotikut, por realisht ai ka kalu për shkak se ka kalu virusa. Po anën tjetër antibiotiku mund i lën pasojat. I damtan na thojnë bakteret normale në trupin tonë. Na kemë shumë baktere që thënë florë normale, qoftë në hund, në gryk, në zorë, kemë baktere normale që i dohen gjithsesi funksionimit të organizmit tonë edhe funksionimit të imunitetit tonë. Nëse marrëm një antibiotik, fatkeqësisht antibiotiku jo gjithherë selektiv mjaftueshëm. Domthonë jo gjithherë i vret ose ndalon zhvillimin e baktereve dëmshme. Shumë i në rasteve dëmton edhe ato baktere, ato flora normale të organizmit tonë, që mund me pas pasoja tjera, që një fëmijë që ka pas virus, ka marrë një antibiotik ose i rritun, po ajton me pas një imunitet shumë më adopt me atutje, ose me pas pasojë në bashkëqitje shumë të rrezikshme ka herë ose diçka që si rezultat i marrës një antibiotik. Për këtë duhet mendimi profesional i mjekut.